intervista e sotme do të fokusohet tek protesta e banorëve të Rjollit, pasi është një nga çështjet në fakt që ka nxitur edhe reagim të fortë publik, për shkak se bëhet fjalë për çështjen e pronësisë edhe për një kauz, po themi, mbrojtje e një kauze. Atëherë protesta e banorëve të Rjollit kundër ndërtimit të resortit ka vijuar deri pak ditë më parë. Por, domethënë ditët e fundit, 5 ditëshin e fundit nuk kemi parë një protestë. Si do të procedohet në vijim? Atëherë në kushtet që ndodhemi përpara në disa akteve ekspertimi, të cilat tashmë janë pothuajse publike, ka rezultuar se ekspertat shqiptar në bashkëpunim me ekspertat ndërkombëtar kanë konstatuar se prona edhe me dokumenta falso e bërë nga Fatmir Shpellza dhe regjistrimet e tyre në hipotekat e Shkodrës rezulton në rrethin e Lezhës dhe jo në rrethin e Shkodrës. Pra, siç e kam sqaruar nëpërmjet hartave të ekspertëve, tregon që distanca nga vendi ku ndodhet pra prona me të dhënat e saja ka 1800 metër larg pronës së Baks Rjollit. Çka? Pra këto veprime e kanë bërë dikur ekspertat të cilët i ka caktuar gjykata në atë kohë. Dhe pa dashur të nxjerrim ma sekretet e tjera, këto harta janë marrë në Itali dhe hartat që janë ndërkombëtare që në kohën e Italisë të 27-ës, 35-ës e me radhë, kanë edhe deponimet e veta në vende të caktuara, siç është Guri i Qarë, siç janë disa kufiri i Lezhës me Shkodrën e tjerë. Për këtë arsye, ne kemi zgjedhur një mekanizëm më ligjor në mënyrë që mos ketë mundësi që të përplasen njerëzit derisa doli fakti dhe e vërteta që ne e prisnim me kohë. Ndërsa, për sa i përket akteve ekspertimit që ka vendosur në dispozicion Prokuroria e Shkodrës, ekspertat e kriminalistikës thonë që ne nuk mund të bëjmë, pra nuk mund të arrijmë në konkluzione përfundimtare për falsifikimin e dokumentave të vulave dhe të firmave, derisa nuk kemi një dokument origjinal. Pra, nëse Fatmir Shpellza do sillin dokumentin origjinal ta shohin ekspertat, atëherë mund të bëhet një akt ekspertimi. Mi bazën e fotokopjeve të vitit pretendime të 97-ës, është e pamundur të bëhet një akt ekspertimi i mirëfillt për të vërtetuar. Por nuk na prish punë ne, edhe dokumentat e falsifikuara vërtetohet që prona nuk ndodhet në Shkodër, por ndodhet në Lezhë. Rana hellën është e Lezhës dhe është krejtësisht e kuptueshme nga organet kompetente që jemi para një veprimit paligjshëm për cilën është marrë toka dhe po bëhet resorti. E qartë. Protesta në fakt nga banorët janë organizuar edhe para SPAK, ku depozitohet edhe një kallëzim për falsifikim të dokumenteve. Pra ka hetim paralel edhe nga Prokuroria e Shkodrës, edhe në SPAK. Atëherë, për sa i përket SPAK-ut, lidhur me këtë çështje, SPAK-u nuk e ka marrë parasysh dhe për sa i përket veprimeve të kundërligjshme të kryer për sa i përket firmës ndërtuese, vazhdon hetimet Prokuroria e Tiranës. Ndërsa për sa i përket falsifikimeve të dokumentave dhe sistemimin e letrave në favor të Fatmir Shpellzës, është Prokuroria e Shkodrës që është kompetente për këtë fakt. Por nuk është se banorët do të tërhiqen ose nuk do të dalin në protesta. Protestat e tyre, por ata u shkatruan, marruan me muj të tëra për ditë, tani e kanë të pamundur që ata të jenë, por një herë, 2 herë në javë ata do jenë të pranishëm për t'i thënë, sepse nuk ka rëndësi se po ndërton me ligje dhe pa ligje, ka një problem shumë të rëndësishëm dhe të madh aty, që ne kemi kundërshtuar në gjykatën administrative edhe dhënien e lajës, për sa i përket dëgjesave publike që nuk është bërë, dhe tjetra është shumë e rëndësishme që
firma i detyrohet për të filluar punën Bashkisë Shkodrës 8 milion euro dhe ajo nuk i ka bërë këto pagesa dhe ka fillu punën pa bërë pagesat, çka tregon që lidhjen e ngushtë me politikën ose me shtetin shqiptar. E qartë. Pra, po thoni që ju do të ndiqni tani një rrugë ligjore dhe më pak atë të protestave për të shmangur kështu edhe për plasjet e banorëve dhe edhe konfliktet. Tani ne jemi avokat dhe nuk mund të themi se është protesta ajo e lishme, pa lishme, e mundshme, pa mundshme. Ne jemi avokat dhe konstatojmë fakte dhe veprimet pa lishme. Në momentin që i konstatojmë të veprimet dhe pa lishme, ne vazhdojmë punën tonë për cilën pra jemi vënë në dispozicion të aty në banorëve, me shpirt, jo me ekonomi, pra pri këtë çështje as nuk ja kemi marrë një gjysmë leku për çështjen të cilën ne po demonstrojmë forcërisht. Kemi njoftuar gjitha institucionet kombëtare dhe ndërkombëtare, kemi kontakte pathuajse i herën 3 ditë me Këshillin e Evropës, kemi kërku një eksperta të gjitha fushave për të qenë pranishëm, sepse e kemi konsideruar që kjo pronë ose ky aktivitet po ushtrohet nga politika shqiptare. Për çfarë them këtë? Sepse nuk ka as edhe një vend në botë që policia e shtetit vehet në dispozicion të një aktiviteti privat për mos lënë pronarët e tokave me hyrje atë prodh. Pra, do thotë që e din shumë mirë që tokat janë të Baksriolit, por ne do ta bëjmë atë se kemi forcën e pushtetit. Dhe kështu kemi konsideruar edhe me Strasburgun, edhe me Këshillin e Evropës, edhe gjitha institucionet të tjera, të cilat tashmë janë në dieni të këtij fakti. Ata normalisht po monitorojnë dhe janë në dispozicion në momentin e duhur, në kohën e duhur. Disa javë më parë, në fakt ju bët edhe një deklarat të fortë, ku shprehet se opozita nuk e mbështet protestën, sepse investimi po kryhet nga djali ish kryeministrit Sali Berisha, zoti Shkëlzen Berisha, dhe mëtej nga vllai kryeministrit aktual, zoti Olsi Rama, dhe se zoti Ullaj në fakt thjesht po në një farë mënyre, këtu tani po ju perifrazoj, nuk po ju citoj, që pastron parat, që po pastron parat e parajsave fiskale të këtyre të dyve të mësipër. Ku i bazoni këto deklarata? Atëherë ne këtu, përveç avokat çështjes, ne jemi shoqat avokat antikorrupsion dhe informacionet tona ja kemi drejtuar dhe ja kemi vendosur SPAK-ut në dispozicion. Ne i themi që pranë bankave të nivelit 2 në Shqipëri vinë miliona euro dhe kalojnë në llogaritë e shumë biznesmenëve shqiptarë. Këto fonde ose këta euro vinë nga parajsat fiskale. Ne këtë informacion e kemi pa kontestueshëm. Dhe për këtë arsye ne i kemi kërkuar si shoqat bankave të Shqipërisë informacion lidhur me këtë fakt dhe fakte të tjera që bajnë bankat sot në Shqipëri, që gjitha pasuritë e shqiptarëve ju japin kredi dhe ja u marrin për mos shtyrje kredie dhe i blejnë vetë punojësit e bankave me vlerat vogla. Për këtë arsye, ne kemi quar Kredinzbank, BKT dhe Intesa San Pablo, kemi bankallësin penal pranë prokurisë Tiranës ka më shumë se 3 muaj. Dhe jemi në pritje të zbardhjes të këtyre fakteve dhe provave. Kush i sjell këta lek, qofse mundën me i gjetë, dhe arsyeja pse i marrin këta që po bajnë resorte. Në këtë pikë jemi. Këto fakte i kemi të pakontestueshme dhe nuk ka nevojë që të lodhen fare, sepse me shkresa SPAK-u ose Prokuria e Tiranës mund t'i marrin gjitha këto informacione që pa themon. Dhe unë për këto informacione maj përgjithësi. E qartë, jo, prandaj edhe ju pyeta për se ku i bazoni, do të them pra që nuk është vetëm retorik e momentit. Po, atëherë nuk mundet, na si vend në botë, nëse nuk është e implikuar me shteti, pra, e majta dhe e djata, se ne po i shohim, që të vendos policin për mos me hy pronari në shtëpinë në tokën e vet dhe për të ruajtur kompaninë që po ndërton. Pra kjo tregon që kompania që po ndërton është një kompani e cila po ndërton për llogari të tjetër kuj, pavarësisht se
Dhe ne kemi hetu këtë kompani dhe kemi nxjerr brenda këtyne mujit, brenda këtij viti tani, ajo kompani ka hap një kompani tjetër, brenda kësaj ka hap një kompani, këta persona. Pra, hap kompani, janë 6 kompani që janë hap vetëm për rjollin. Dhe për këtë arsye ne po shohim se kush persona dhe për çfarë bën këto kompani hapen në momentin që don mi ashit dikuj, ai shet një pjesë, pra i shet kompaninë dhe ka ajo kompani ka 1% të resorti në Velipoj, në Bakstriot. Çka do thotë që ka hap disa kompani në mënyrë që ma vonë kjo t'ja ushesin personave të cilët pra kanë investu në këto paradisat fiskale nëpërmjet legëve. Për këtë arsye janë dyshimet e mia që unë nga logjika arrin në këtë konkluzion. Sepse nuk mundet asnjëri në botë brenda një shteti dhe nuk mundet një shtet që të çojnë me lekë e popullit shqiptar të ruajnë resortet që të ndërtojnë resortet të qetë në tokat e grabitura. Ka çfarë? Është qartë. E qartë. Pra juve thatë që keni kallëzuar në SPAK bankat për dyshime 3 banka Kredinsbank, Raiffeisenbank, Raiffeisenbank dhe BKT, Bankën Kombëtare Tregtare. Këto 3 banka, pra, ju kemi kërkuar informacion, nuk na kanë dhënë, pra ne i kemi çuar në prokurori. Pra motivi është mos informimi. Që ju ka dhënë mos informimi. Ne i kemi ato veprimet, kemi provat të cilat, pra, Banka Credins, konkretisht, Banka Credins i jep kredi një personit që kishte një pasuri 1 milion euro. I jep 300.000 euro. Dhe këtë pasuri nga që nuk e paguan personi, e nxjerr në shitje për 100.000 euro. Dhe këtu e marrin punojësit që punojnë në banka. Dhe kjo është çudia. Dhe për këtë arsye, ne themi që është një grup i strukturuar kriminal për t'ju marrë pasurinë shqiptarëve. Pra është tjetër gjë nga ajo rrjodhit, por ekziston. Dhe për këtë arsye ne i themi prokurorisë SPAK-ut, hetoje këtë çështje, sepse nuk mundet të vazhdohet më tej. Se janë gjëra të vogla, por gjëra që bëjnë që ju marrin frymën shqiptarëve. A ka nisur SPAK-u një hetim? SPAK-u ja ka kalu Tiranës. Ja ka kaluar edhe këtë çështje prokurorisë së Tiranës. Për kompetencë Tiranës dhe i thot normalisht që nëse arrihet në një pikë që nuk mund të ecish më tej dhe është për ta shqyrtuar SPAK-u, ma dërgo me shkrim. E qartë. Në fakt tani doja që të ndryshoja pak teme dhe që sepse doja që t'ju pyesja pak edhe mbi aktualitetin, mbi situatën e seancave gjyqësore që janë mbajtur së fundmi. Dje u bajt seanca gjyqësore për çështjen Partizani, ku u thirrën 8 dëshmitar mes tyre edhe zoti Balla. Si e shihni tashmë ecurinë e çështjes në një moment që janë thirrur për të dëshmuar zoti Balla, më përpara u thirr edhe zoti Rama. A mendoni se do të paraqitet zoti Rama për të dëshmuar kundër zotit Berisha? Në qoftë se gjykata vendos që dëshmitari të paraqitet dhe ai duhet paraqitet patjetër, qoftë Rama, qoftë kushdo, dhe paraqitet edhe forcërisht. Nuk e ndalon dot askërkush vendimin e gjykatës, vetëm nëse e revokon vetë gjykata. Por, sipas asaj, për ta revokuar gjykata, nuk ka për ta revokuar. Rama do paraqitet dhe Rama do marrë krahin e Berishës, sepse janë bashkë. Pra, po thoni që ky është një, pavarësisht retorikës, gjithmonë i leverdis që të jetë në krahun e Berishës në këtë rast, sepse zoti Balla në fakt dje bëri deklarata të forta edhe në seancën gjyqësore, para seancës, pas seancës, sërish vijoi akuzat kundrejt dhëndrit ish kryeministrit Berisha, Jamar Maltezit, ndodhen edhe disa në fakt përplasje, po themi në thonjza, në sallën e gjyqit. Pra, mendoni që nuk ka një bashkërëndim të retorikës ose të dëshmive më pas në seanca? Tani, nuk e di pse SPAK-u e ban një gabim të tillë, sepse kallëzuesi nuk ka pse për të kenë dëshmitar. Por, siç duket,
dakordësia mes Ballës dhe Spakut ka qenë që t'jeti i pranishëm në seancën gjyqësore si dëshmitar. Por duhet dinë gjithë shqiptarët se kallëzuesi bën një kallëzim mbi bazën e atyre që ka informacione, po kallëzuesi nuk mund të hetojë, nuk mund të nxjerrë prova nëse, po themi, janë marrë në rrugë të paligjshme në një vend, apo jo, por ama orienton organin e akuzës, prokurin ose Spakun, që nëpërmjet provave ose indicjeve mund të çojnë tek provat të pakontestueshme, qoftë për Berishën, qoftë për Maltezin, qoftë për kompaninë e cila ndërton. Dhe unë dje pash një çudi, sepse avokatët e mbrojtës të Berishës s'kishin pse ta kërkonin t'i drejtoheshin pra Ballës, duke i thënë që jo ku i ke provat, ku i ke faktet. Balla është kallëzues, si një qytetar që nesër mund t'jetë një tjetër, dhe ai nuk ka mundësi të bëj hetime. Hetimet i bën shteti nëpërmjet organeve të prokurisë dhe paguhen organet e prokurisë për të hetuar këtë çështje. Dhe ata në vend që të merreshin me mbrojtjen e klientave të tyre, merreshin dhe donin ta kalonin politike. Nuk ka këtu për politike. Nëse dëni mendimin tim për Berishën, Berisha nuk mund të dënohet për këtë fakt. Ky është një fakt i vetmi vend në botë që Shqipëria po mundohet me kanalizu në këtë formë. Vendimet kolegjale nuk mund të dënohet kush për ta. Është vendim kolegjal. Çfarë do thotë që vendim qeverie? Nuk ke mundësi ti që ta diktosh vendimin e qeverisë. Mirë dhe i keq, ka një vot besim, ka një vot dhe është dhënë. Pra, nuk ka mundësi askërkush të bëjë një veprim të kësaj natyre. Megjithatë, gjithçka ndodh në Shqipëri, por për sa i përket veprimeve të Berishës, për mua veprimet e Berishës nuk është vepër penale. E qartë. Atëherë doja t'ju pyesja pak edhe për seancën e zotit Meta. Nga seanca e zotit Meta, përveç faktit të kërkesës së tij që seanca të ishte publike, të ishte pa kafazin e qelçt, po themi. Ajo që ranë në sy ishte edhe gjendja e zotit Meta, që u përfol gjerësisht edhe dominoi më pas që pasoi seancën. Ishin gjithmonë edhe në media, edhe nga qytetarët, domethënë ishte gjendja dhe pastaj u hodhën edhe akuza për keq trajtim nga drejtoria e burgjeve, avokati i tij thashë deri edhe në dhunim psikologjik, i ndalojnë që të ushtrohet fizikisht në palestër brenda ambienteve të burgut. Ju si e shikoni këtë situatë? Tani, unë po hin tek populli tani, nëse e meritojnë kush me ju ardh haput ligji, e meritojnë të gjithë politikanë, pra ta drejtuesit e politikë Shqipërisë që nga viti i 1991 deri tani. Por në fundit edhe Meta për gjitha zullumet e tij është njeri dhe keq trajtimi sigurisht që e ka. Ngjyra që kishte marrë në fytyrë ishte një ngjyrë jo normale. Dhe jo pa qëllim ai ka marrë pjesë në këtë proces, sepse siç duket atë nuk e lën të dalin në aerosje ose në po, e japin vetëm një orë kohë për ajrimin, kështu thanë. Por taktika e mbrojtjes nuk ka taktik për një avokat, as për Metën, as për ata tjerë. Nuk mund të trajtohen politikisht gjanat. Kodi i procedurës penale i ka të saktësuara gjanat dhe ti si avokat nuk mund të dalësh tek politika, duhet rish tek kodi i procedurës penale. Nëse zbatohet kodi i procedurës penale apo jo. Dhe në këto kushte, Meta me veprat penale, qoftë Meta, qoftë kryetari i bashkisë, qoftë çdo person, pra nuk besoj që ka një shqiptar në Shqipëri që nuk thot e kanë merito. Nuk besoj që ka në një shqiptar që thot gjënaf,
në kuptimin e fjalës. Ata I kanë pi gjakun shqiptarit, ata u kanë vjoll pronës shqiptarëve, ata kanë betonizu Tiranën si një si vend në botë, jepen leje ndërtimit nga tana format më të ndryshme. Dhe çfarë meritojnë ta njerëzit? Por ata duhet të jenë shembull për këta tjerë që mos ta bëjnë më një veprim të tillë. Se nëse ne do vazhdojmë kështu të rjetën do mesim peng I politikës. E qartë. Keni një koment për kërkesat e zotit Beqa, kërkesat e zotit Meta edhe të zotit Veliaj që seancat të jenë publike, pa kafas. Dhe përse vjen në një moment si ky, domethënë, tani me sa duket politika është bërbashk në këtë aspekt edhe kanë kërkesa të njëjta për zhvillimin e seancave gjyqësore. Ne si shoqat jemi drejtu ka 5 vite që flasim duke ju thënë hiqni kafazat, lironi që njerëz që personat të jenë në tavolinë, në mënyrë që të fitojnë të drejtën e lirisë për të folur, nësh flet në një kafaz, nësh flet me klientin. Ne shpesh herë si avokat ton, pra e kanë ndërprer seancat disa herë dhe I kanë thënë gjyqtarit që ne nuk vazhdojmë seancën nëse ai person ose më jep mundësi që të takohem me te 10 minuta, 15 minuta. Kemi ndërprer disa herë seanca. E kemi kërkuar në çdo vend pra që të jenë në karrike normale. Ndërsa seancat që bëhen publike do të nxjerrin fytyrën e prokurorit, avokatit dhe gjyqtarit. Unë mendoj që nëse nuk do të arrijnë që këto seanca të bëhen publike, nuk do të kemi drejtësi të mirëfillt. Do shohim fytyrën e prokurorit nëse gënjen, do shohim fytyrën e avokatit, do shohim veprimet e gjyqtarit, sepse sot në Shqipëri gjyqtarët janë në terr të prokurorisë. Dhe këtë do ta kuptojnë gjithë shqiptarët nëse do jenë të hapura seancat. Dhe nuk edhe sot po të dush me shku në seancë gjyqësore, nuk të lanë thotë se nuk ka vene, nuk ka karrika, nuk ka tavolina dhe nuk të japin mundësinë qytetarëve që të shkojnë në seanca për të dëgjuar qoftë prokurorin, qoftë gjyqtarin, qoftë avokatin, qoftë kriminalin, çdo njeri që ai është në bankat e të akuzuarve. E qartë, pra ju jeni pro seancave publike? Ne do ta ngrim zonin edhe sa më shumë që të jenë të lirshmeni dhe të jenë me regjistrime. Dhe ka edhe gjë tjetër, që ka disa vite që kjo gjëja ka vendosur që seancat të jenë dhe jo pa qëllim janë me regjistrim. Përveç KLP-ja, asnjë institucion tjetër në Shqipëri nuk mundesh ta kontrollosh si qytetar. Pra vetëm KLP-n hyn në sistemin e KLP-s dhe merr zërin e mbledhjes, gjitha bisedat. Ndërsa ky gjë do ta bënin gjitha gjykatat e Shqipërisë dhe nuk e bëjnë. Fshehen, mbrohen nga politika, mbrohen nga Ministria e Drejtësisë. Po ta shikosh aty e kupton shumë mirë sjelljen e çdo personi. E qartë. Unë ju falenderoj shumë për kohën tuaj edhe dëgjohemi në intervista të tjera. Faleminderit, mirupafshim. Mirupafshim.